vjen një ofertë, atëherë pse do menaxhohet, siç ta vërën edhe rastin më parë në rastin e Skënderbeut. Presidenti nuk pranoi, stafi nuk pranoi, u refuzuam, më pafshim. Rritë më shumë, po pas rrisë më shumë, ta frymë sa më shumë, nuk fryhet dot. Nuk mund ta shetesh dot tash më shumë. Nëse sa përqind fitoni? Por sa përqind fitoni nga transferimet? Supozojmë Edvini është lojtar në menaxhimin tënd, Edvini është futbollisti i Skënderbeut si shtat, dhe transferimi midis Bokumit dhe Skënderbeut realizohet për 500.000 euro. Po. Ti jo si pjesëtar i kartonit, Elda Mënjan, thjesht si menaxher që bën ndërmjetësimin. A njehen bashkëpunimet me menaxher të tjerë dhe sa në fund të ditës sa komision paguajnë klubet për katse dhe sa komision paguajnë sportisti? Atëherë 20% është, domethënë si fija totale. Fija totale është 10% që merr nga klubi që e merr lojtarin, 10% edhe nga klubi këtu që do ta shehësh. Lojtari nuk paguan. Ka raste që paguhet edhe lojtari, varet domethënë nga kontrata që bëhet. Se normalisht është ofrim pune. Në kontratë kur shkruhet është që menaxheri ka ofruar një punë. Dhe ti nuk mund dalësh dot pa dalë, domethënë pa 100%.